Horoskopi ditor, enjte 9 tetor 2025. Dashi, priten momente të lumtura sot për të gjithë ju që jeni në një lidhje. Do të ndiheni mjaft të kënaqur në krahët e partnerit dhe nuk do të doni të ndaheni për asnjë çast. Beqarët ka rrezik të bien në dashuri me personin e gabuar. Mund të lëndohen pa mas shumë shpejt. Financa do të vazhdojnë të jenë të turbullta në çdo moment. Nuk do të arrini as të kryeni shpenzimet më të nevojshme. Demi, çështjet e zemrës nuk do t'ju ecin keq gjatë kësaj dite, megjithatë ka edhe më mirë. Shfrytëzoni çdo moment kur të jeni pranë atij që doni dhe shprehani sa të mundin ndjenjat. Beqarët do të bëjnë mirë t'i pranojnë ftesat që do t'ju bëhen, sepse po i neglizhuan gjithmonë, kanë për të mbetur të vetmuar. Sektori financave do të jetë i qetë, nuk do të keni asnjë problem. Binjakët, yjet nuk do të ndikojnë as pak në jetën tuaj në çift dhe çdo gjë do të jetë në dorën tuaj. Silluni mirë me partnerin, toleroni dhe mos e lini për asnjë çast pasdore. Beqarët do të jenë më të hapur dhe do të pranojnë të njihen me persona të ndryshëm. Pastaj do të jetë në dorën e tyre nëse do të përfitojnë apo jo. Financat do të jenë të turbullta. Mos shpenzoni me sy mbyllur. Gaforia, për shkak të ndikimit jo të mirë të yjeve, kjo do të jetë një ditë e vështirë për ju që jeni në një lidhje. Matuni mirë përpara se të flisni. Beqarët do të jenë me shumë fat dhe do i gjenë personin që ju përshtatet në çdo pikë. Shumë gjëra kanë për të qenë ndryshe për ta. Financat nuk do të mund t'i mbani dot të stabilizuara, sepse do t'ju duhet të kryeni shpenzime me nevojë etike. Luani, dialogu do të mbizotrojë gjatë gjithë kohës sot në jetën tuaj në çift. Do të ndiheni mirë pranë partnerit dhe për çdo gjë do të flisni hapur me të. Marrëdhënia në çift është më e rëndësishme në këto momente. Beqarët do të kenë vetëse mundësi për aventura kalimtare, asgjë më shumë se kaq. Gjendja e financave do të jetë e kënaqshme dhe do të kryeni investime të rëndësishme. Virgjëresha, nëse partneri ju kërkon më tepër kohë para se të hidhni hapa me rëndësi, pranojeni sepse nuk keni për të dalë të zhgënjur. Beqarët do të jenë të fiksuar pas dikujt dhe do të bëjnë të pamundurën për ta bërë për vete. Do të arrijnë të fillojnë një lidhje të qëndrueshme. Financat nuk do të jenë të mira për të gjithë. Matuni përpara se të kryeni shpenzime dhe do të ndiheni mirë. Peshorja, hëna do të jetë planeti që do të ndikojë pozitivisht sot në jetën tuaj në çift. Ajo do t'ju bëjë të shihni gjërat me një sy tjetër dhe do të kërkoni falje edhe për gabimet e së shkuarës. Beqarët do të realizojnë një takim të veçantë dhe do të kënaqen në krahët e njëri tjetrit. Financat do të jenë ende të turbullta, prandaj mos kryeni shpenzime të pamatura, sepse do të gjendeni nëpër situata të vështira. Akrepi, dëgjoni me kujdes këshillat që do t'ju jap partneri juaj gjatë kësaj dite, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mund të ruani një marrëdhënie të ngrohtë. Beqarët, sado që të lodhen së kërkuari princin e tyre të kaltër, nuk do të mund ta gjejnë dot. Në planin financiar, fatmirësisht do të keni të afërmit që do t'ju mbështesin fort dhe nuk do t'ju lënë për asnjë moment të gaboni. Shigjetari, do të qëndroni indiferent partnerit tuaj gjatë kësaj dite dhe ai do të mendojë më të keqen. Po vazhdua të veproni kështu do të arrini shpejt në ndarje. Beqarët duhet të përfitojnë nga ftesat që do t'ju bëhen në mënyrë që të ndryshojnë sa më shpejt situatën. Në planin financiar sot mos luani me zjarin, sepse keni për t'u djegur keq. Bëni mirë llogarit dhe merrni masa. Bricjapi, çështjet e zemrës nuk do të ecin aq mirë sa ju keni dashur sot. Do të keni her pas here dhe debate të ashpra me partnerin tuaj. Kujdes. Beqarët do të ndihen më të vetmuar se kur më parë dhe nuk do të ndryshojnë dot statusin edhe pas përpjekjeve që do të bëjnë. Sektori financave do të jetë i kënaqshëm. Do t'i kryeni të gjitha shpenzimet e dëshiruara dhe do të hiqni dhe para mënjam. Ujori, ndikimi i yjeve do të jetë shumë pozitiv gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Do të jeni të matur dhe nuk do të keni asnjë lloj problemi me partnerin. Beqarët do të afrohen shpejt me dikë dhe do ta bëjnë për vete. Nuk do të ndihen më keq si më parë. Në planin financiar, jo çdo gjë do t'ju ecë si keni dashur. Mundohuni të kufizoni shpenzimet sa më shumë të mundeni.
Peshqit. Jeta juaj në çift do të përmirësohet mjaft gjatë kësaj dite. Do të jeni më të butë me partnerin tuaj dhe do të kërkoni falje për disa gabime që keni bërë më parë. Beqarët do të fillojnë një histori dashurie të këndshme, e cila do t'i bëjë të harojnë periudhën e vështirë të vetmisë. Në planin financiar, gjendja do të vazhdojë të mbetet e mirë. Vazhdoni t'i bëni mirë planet përpara se të shpenzoni.